Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Një libër plot me sekrete që tronditën botën nga fillimi deri në fund. Aq shumë sa edhe Vatikani e ndaloi. Por a ishte ky tekst misterioz vërtet i dhënë Enokut, domethënë profetit Idris në Islam? A u zbulua vërtet nga Allahu sipas asaj që është shkruar në libër? Dikur ekzistonin gjigant. Një bashkim i ndaluar ndodhi midis qenieve që zbritën në tokë dhe grave njerëzore, dhe nga ky bashkim lindi një racë që tronditën tokën. Gjigantët. A shpallën vërtet këto qenie luftë kundër njerëzimit? Dhe çfarë thot Islami për të gjitha këto? Një profet me njohuri të veçanta dhe misterioze, Enoku. Ai luajti një lojë kaq misterioze me Azrailin, saqë në fund u ngrit në qiej nga Allahu. Por ku është ai tani? Është në xhenet apo jeton në një dimension tjetër? Edhe kur dëgjoni se çfarë ndodhi gjatë kohës së tij, do të kuptoni se ajo që është quajtur histori njerëzore deri tani nuk është gjë tjetër veç se një përrall. Dhe tani arrim në pjesën më të madhe. Sipas Islamit, lartësitë e profetëve dhe popujve të tyre nga ajo kohë do t'ju trondisin. E përgatitëm këtë video pasi kërkuam 10 burime për të na mbështetur. Ju lutem abonohuni në kanal. Me mbështetjen tuaj mund të arrijmë edhe më shumë njerëz. Le të fillojmë duke thënë këtë. Ne nuk mund ta injorojmë plotësisht librin origjinal të Enokut, edhe nëse ai ekzistonte, rregullat e tij nuk vlejnë për ne sot si musliman. Por kjo nuk do të thotë që duhet ta refuzojmë të gjithë librin dhe ta quajmë atë të krijuar nga njeriu, sepse nëse edhe një fjali në të erdhi nga Allahu dhe ne e mohojmë, mund të bijem në mëkat pa e ditur. Prandaj duhet të qëndrojmë larg nga ide të rrezikshme si kjo. Tani le të shikojmë se çfarë është shkruar në librin e Enokut. Dhe si burimet islame flasin për të, studiuesit islam thonë se Idrisit ju dha një zbulesë prej 30 faqesh. Pra, sa faqe ka libri i Enokut sot? Këto shkrime nuk u gjetën si libra të plot, ato u gjetën më shumë si faqe të vetme ose rrotulla. Ka 3 zbulime të rëndësishme, secila bart shenja nga historia e thellë deri në kohën tonë. Versioni i parë dhe më i vjetër i plot u gjet në gjuhën etiopiane. Një udhëtar skocez me emrin James Bruce e gjeti atë gjatë një udhëtimi 6 vjeçar në Etiopi në vitin 1773. Ai solli 3 kopje të librit e Enokut të shkruara në gez në Evropë. Në atë kohë, libri mendohej se ishte humbur në Evropë. Një zbulim tjetër i rëndësishëm ndodhi në vitin 1886. Misioni arkeologjik francez gjeti pjesë të përkthimit grek të librit të Enokut në një varrez të krishterë në qytetin Akmim të Egjiptit. Këto tekste tregojnë se si libri u përhap në gjuhë të ndryshme. Zbulimi i fundit dhe më i rëndësishmi ishte në vitin 1947 në zonën e Kumbranit. Aty u gjetën rrotulla të lashta, të quajtura rrotullat e detit të vdekur. Midis tyre gjetën pjesë të librit të Enokut në gjuhën arameike. Ky zbulim na dha informacion të rëndësishëm për gjuhën origjinale të librit dhe nga vjen ai. Këto shkrime besohet se janë nga shekulli i 2 para Krishtit. Ato janë shumë të vjetra dhe përmbajnë shumë detaje të çuditshme. Në këtë video do të fokusohemi më shumë në këtë libër dhe më pas do të flasim për jetën e pazakontë dhe misterioze të Idrisit, siç tregohet në burimet islame. Pjesa e njohur si libri i gjigantëve është veçanërisht interesante. Ajo fokusohet në tregimin e gjigantëve që ishin fëmijët e engjëjve të rënë. Në këtë seksion, lexojmë se si gjigantët, të quajtur Nefilim, lindën nga bashkimi midis engjëjve të rënë dhe grave njerëzore. Libri gjithashtu përfshin disa profeci. Këto profeci fillojnë të shfaqen përmes ëndrave. Ai përmban ëndrat e parë nga Enoku dhe gjigantët bashkë me interpretimet e tyre. Enoku kishte 2 ëndër shumë të rëndësishme. E para është ëndra e përmbytjes së madhe. Kur Enoku ishte i ri, ai pa një ëndër se toka do të shkatrohej nga një përmbytje e madhe. Ai ia tregoi këtë ëndër gjyshit të tij Mahlalel. Më pas u lut te Allahu për të mbrojtur një brezni të drejtë në tokë. Ëndra e dytë e Enokut shpjegon historinë e njerëzimit duke përdorur kafsh si simbole. Kjo ëndër fillon me Ademin dhe vazhdon deri në kohën e Mesisë. Ajo tregon ngjarje të rëndësishme në historinë e njerëzimit përmes figurave simbolike të kafshëve. Ka gjithashtu një tekst tjetër apokrip, që nuk është shkruar nga Enoku, por besohet se është nga e njëjta periudhë. Ky libër shumë i pazakont quhet Libri i Gjigantëve dhe ai gjithashtu flet për ëndra.
Këtë herë janë gjigantët ata që shohin ëndra të një shkatrimi të ardhshëm. Ata shkojnë te Enoku dhe i kërkojnë atij t'u shpjegojë ëndrat e tyre. Enoku u toll atyre se ëndrat e tyre janë një paralajmërim nga Allahu. Ai thot se ata duhet të pendohen, ose përndryshe shkatrimi i shkaktuar nga zemërimi i Allahut do të vijë dhe ata të gjithë do të fshihen plotësisht. Këta gjigant ishin luftëtar të fortë dhe ishin shumë të sigurt. Pra, nga erdhen këta gjigant? Për ta shpjeguar këtë, libri prezanton idenë e engjëjve të rënë dhe i quan këta gjigant Nefilim. Ai thot se këta gjigant të quajtur Nefilim ishin qenie të përzjera, lindur nga bashkimi midis engjëjve të rënë dhe grave njerëzore. Por kur e shikojmë këtë nga pikpamja islame, mund të shikojmë se studiuesit hebrejnë dhe krishterë bën një gabim të madh në mënyrën se si e shpjeguan idenë e engjëjve të rënë. Ata madje e përshkruajnë Satanin si një engjël të rënë, që është ndryshe nga mësimet islame. Islami, në ana tjetër, i kujton botës për një lloj tretë qenies, që shumë e kanë harruar. Ata janë xhinët. Shejtani është xhin, jo engjël. Ëngjëjt dhe xhinët janë dy lloje plotësisht të ndryshme qenies. Ëngjëjt janë të bërë nga nuri, drita. Ata gjithmonë i binden Allahut dhe nuk kryejnë kurrë mëkate. Xhinët janë të bërë nga zjarri. Ata kanë vullnet të lirë. Disa prej tyre besojnë dhe të tjerë refuzojnë, ashtu si njerëzit. Sipas Kuranit, Iblisi, Satani, nuk ishte ëngjël, por xhin. Ka edhe disa interpretues të krishterë dhe hebrej nga gjaku njerëzor. Sipas tyre, nuk kishte kontakt seksual midis ëngjëjve dhe njerëzve. Të them të drejtën, duket se ky tregim u sajua më vonë në perëndim vetëm për ta bërë atë më emocionues dhe më të lehtë për t'u shitur. Ne mund ta shohim këtë edhe nga fakti se versionet e ndryshme të librit kanë tekste shumë të ndryshme, gjë që tregon se origjinali u ndryshua. Por një gjë për të cilën të gjitha burimet bien dakord është se Nefilim, gjigantët, ishin qenie shumë të larta që sollën kaos dhe shkatërrim në tokë. Nefilim shfaqen në tekstet e lashta hebraike fetare. Ata ishin shumë të mëdhenj dhe të fuqishëm, por në fund ata u shkatëruan dhe u fshihen nga toka. Tani le të flasim për atë që thot Islami për gjigantët. Ndoshta të gjithë ata që pan deri në këtë pikë janë kurioz për këtë pjesë. Në burimet islame, disa hadithe dhe transmetime na japin detaje për karakteristikat fizike të kombeve të kaluara. Këto përfshin lartësitë e Ademit, profetit Hud dhe popullit të Adit. Në fakt, Idrisi ishte një profet që jetoi midis Ademit dhe Hudit. Pra nëse si Ademi ashtu edhe Hudi dhe populli i tyre ishin shumë të gjatë, mund të kuptojmë se Idrisi dhe populli i tij ishin gjithashtu shumë të gjatë. Le të shikojmë së bashku. Në burime autentike hadithi, thuhet se Ademi ishte rreth 40 metra i gjatë. Në një hadith të raportuar nga Buhariu, profeti S.A.V.S. tha: Allahu krijoi Ademin dhe lartësia e tij ishte 60 kubit. Kur e kthejmë atë në metra, është rreth 40 metra i gjatë. Populli i Adit dhe karakteristikat fizike të tyre. Në Kuran ka informacion për popullin e Adit, tek i cili u dërgua profeti Hud. Ai tregon se ky komb përbëhej nga njerëz të fortë dhe me strukturë të madhe. Në suren Fussilat thuhet: sa për popullin e Adit, ata u sollën me arrogancë në tokë, pa të drejtë, dhe thanë: kush është më i fortë se ne në fuqi? Në komentet islame, tefsir, shpjegohet se populli i Adit ishte fizikisht i fortë dhe i madh. Ata gjithashtu ndërtuan struktura të mëdha dhe masive. Megjithatë, nuk jepet ndonjë numër i saktë për lartësinë e tyre, por në disa libra thuhet se për shkak të kushteve të asaj kohe dhe madhësisë së kafshëve që jetonin atëherë, njerëzit ishin gjithashtu shumë të gjatë, aq të gjatë sa ne tani do t'i quanim gjigant. Meqense lartësia e Ademit ishte rreth 40 metra dhe Idrisi ishte vetëm 6 breza pas tij, mund të themi se Idrisi dhe populli i tij ishin gjithashtu gjigant. Edhe pse Islami nuk e përdor fjalën gjigant, lartësitë shumë të mëdha që përmenden në burime tregojnë ekzistencën e njerëzve të ngjashëm me gjigant në të kaluarën. Lidhjet potenciale midis Nefilim dhe xhinëve. Në Islam nuk ka mendimin direkt për Nefilim, por ka disa ngjashmëri dhe teori. Ndërveprimi njeri-xhin, sipas besimit islam,
është e mundur që njerëzit dhe xhinët të ndërveprojnë. Disa transmetime flasin për qenje që lindën nga bashkimi i njerëzve dhe xhinëve. Këto qenje quhen nas-nas, të përshkruar si gjysmë njeri, gjysmë xhin, shpesh me pjesë trupi të misura. Megjithatë, ne nuk mund të gjejmë burime të forta akademike për këtë. Këto tregime vijnë kryesisht nga besimet lokale apo përrallat popullore. Disa njerëz pretendojnë se janë martuar me xhin apo kanë pasur kontakt seksual me ta. Dhe ka madje të ashtu quajtur ekspert të gjindeve që flasin për këto ngjarje. Por përsëri për shkak se nuk gjetëm burime të forta, po e ndajmë këtë si vetëm një mundësi, qenie të ngjashme me shejtanin. Natyra shkatruese dhe kaotike e Nefilim është e ngjashme me xhinët e këqij të përshkruar në Islam. Sipas Islamit, Satani ka miliarda ndihmës, ka madje hadithe autentike që thonë çdo njeri ka të paktën një shejtan personal. Pra, ajo histori plot me sekrete në librin e Enokut, Haruth dhe Marut, si e shpjegon Islami këtë ngjarje? Po, ata ishin engjëj dhe po ata vërtet i mësuan magjin njerëzve, por kjo nuk ishte rebelim, ishte e kundërta. Ata bën këtë detyrë me lejen e Allahut dhe me urdhrin e tij. Në atë po, shejtanët dhe xhinët po i mësonin magjin njerëzve, duke errësuar mendje dhe zemrat e tyre. Pra Harut dhe Marut erdhën për të ndaluar këtë magji të errët. Ata sollën njohuri, u treguan njerëzve se si të mbrohen, por për të thyer një magji, ju duhet së pari të kuptoni se si bëhet ajo magji, sepse mënyra për ta thyer atë varet nga lloji i magjisë. Është ashtu si një doktor. Ata duhet së pari të kuptojnë sëmundjen dhe të mësojnë se si funksionon trupi. Prandaj, këta engjëj shpjegojnë detajet e magjisë, por çdo herë ata paralajmërojnë njerëzit, mos e përdorni këtë njohuri për qëllime të këqija. Por njerëzimi përsëri zgjodhi të njëjtën rrugë të vjetër. Ata nuk i dëgjuan paralajmërimet. Në vend që të thynin magjin, ata e përdorën atë për fitim personal, dhe në fund, ashtu si shumë kombe para tyre, ata u shkatëruan. Pra, çfarë lloj jete jetoi profeti Idris, i njohur gjithashtu si Enoku? Ai ishte personi i parë pas Ademit që shkroi me stiloplams. Ai mendoi thellë duke përdorur shkenca si matematika dhe astronomia. Ai ishte gjithashtu i pari në historinë e njerëzimit që i shpiku qepjen dhe mbante rroba të qepura. Në Kuran, profeti Idris Asë lëvdohet. Ai kujtohet si ai që i mësoi njerëzve shumë aftësi me urtësinë e tij të thellë dhe devotshmërinë e fortë ndaj Allahut. Ai u bë një nga figurat më të rëndësishme, jo vetëm të kohës së vet, por në të gjithë historinë e njerëzimit. Kurani përmend emrin e tij 2 herë. Thuhet se Idrisi Asë lindi pranë Babilonias. Edhe para se të bëhej profet, ai adhuronte Allahun. Babai i tij ishte gjithashtu një njeri me njohuri të madhe. Ai kishte mësuar nga babai i tij dhe nga Suhufi që ju dërgua Ademit. Ai studioi astronominë, astrologjinë dhe shkenca të ngjashme dhe ja transmetoi këtë njohuri të birit Idris. Pra, Idrisi u bë si pionier në njohuri, ashtu edhe udhërrëfyes për njerëzimin, duke lënë një shenjë unike në histori. Kurani thot, dhe përmend në libër Idrisin, me të vërtet ai ishte një njeri i të vërtetës, një profet, dhe ne e ngritëm atë në një vend të lartë. Ka transmetime që përshkruajnë Idrisin Asë si shumë i gjatë, me lëkurë të bardhë, gjoks të gjerë, bark të madh, eshtra të forta, qime të lehta të trupit, flok të trash në kokë, zë të butë, fjalë të buta dhe hapa të shkurtër kur ecte. Sipas një transmetimi nga Taberi, kur Allahu i dha atij profeci, Ademi ishte 622 vjeç. Ai u dërgua si profet tek fëmijët e Kabilit. Ai e thirri popullin e tij në të vërtetë, i ftoi ata të bindeshin ndaj Allahut dhe të qëndronin larg shejtanit, por ata nuk e dëgjuan atë. Thuhet se rreth 1000 besimtarë ndoqën atë. Engjëjt e vizitonin Idrisin Asë në grupe, duke biseduar me të dhe kaluan kohën në praninë e tij. Edhe para se të bëhej profet, ai kalonte kohën e tij në adhurim. Profetët që arritën nivelin më të lartë të rritjes shpirtërore ishin gjithashtu shembuj për njerëzimin në aftësitë praktike. Ashtu si Ademi ishte fermer, Idrisi Asë ishte robëqapsi. Idrisi alayhi selam ishte robaqepës. Takimi i profetit Idris me engjëllin përgjegjës për diellin.
Profeti Idris a.s. ishte aq devotshëm dhe i pastër, sa e ndau jetën e tij në 2 pjesë. Për 3 ditë, ai do t'i predikonte popullit të tij, do të mësonte mirësinë dhe do t'i udhëzonte ata. Më pas për 4 ditë, ai do të udhëtonte nëpër tokë dhe do të adhuronte vetëm Allahun. Në atë kohë, komuniteti i tij ishte shumë i korruptuar, si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht. Ata kishin lënë rrugën e treguar nga Shithi a.s. dhe kishin ndaluar së adhuruar. Ata i trajtonin të gjitha llojet e mëkateve dhe gjërave të ndaluara, sikur të ishin të lejuara. Pra, Allahu dërgoi Idrisin a.s. si profet për t'i udhëzuar këta njerëz. Ai mori 30 faqe zbules hyjnore dhe u mësoi njerëzve urdhrat dhe paralajmërimet nga Allahu. Një ditë pas predikimit për 3 ditë, ai doli për 4 ditë adhurimi. Ishte një ditë shumë e nxehtë dhe ndërsa ecte në diell, ai u nxeh dhe u djeth shumë. Më pas ai tha: "O Zoti im, nuk mund të duroja asnjë ditë nën këtë diell. Si e duron engjëlli që e bart diellin këtë nxehtësi çdo ditë?" Në atë moment, ai bëri një dua: "O Zoti im, të lutem, bëje nxehtësinë dhe peshën e diellit më të lehtë për engjëllin që e bart atë." Allahu e pranoi duan e Idrisit a.s. dhe ai e bëri nxehtësinë dhe peshën e diellit më të lehtë për atë engjëll. Kur engjëlli ndjeu këtë ndryshim, ai e bërtiti Allahut: "O Zoti im, çfarë është kjo situatë e re? Pse e ndryshove këtë për mua?" Allahu tha: "E bëra këtë për shkak të duas së robit tim Idris." Engjëlli më pas tha: "O Zoti im, më dërgote ai, lërmë të jem miku i tij." Allahu e pranoi kërkesën e engjëllit dhe i lejoi të shkonte dhe të takonte Idrisin a.s. Kur engjëlli arriti, Idrisi a.s. me njëherë e njohu atë. Ai tha: "E di që ti je një nga engjëjt që na vizitojnë si mysafir." Ata ulën së bashku, biseduan dhe adhuruan. Kur engjëlli ishte gati të kthehej në qiell, ai i tha Idrisit: "Për shkak të mirësisë që më tregove, dua të plotësoj një dëshirë për ty. E di që ti ke një vend të veçantë te Azraili. Ai do të të dëgjoj. Të lutem, flit për mua dhe ndërmjetëso në emrin tim." Engjëlli u përgjigj: "Natyrisht që do t'i flas dhe do t'ja them kërkesën tënde." Pra engjëlli shkoi dhe ja tregoi Azraelit për këtë. Azraeli tashme e njihte Idrisin nga larg. Ai e donte dhe respektonte atë dhe gjithashtu dëshironte të takonte atë. Kur dëgjoi kërkesën, ai tha: "Më lejo të kërkoj leje nga Zoti im. Nëse ai lejon, do të doja ta vizitoj atë." Azraeli mori leje nga Allahu. Më pas ai mori formën e një njeriu dhe shkoi të vizitonte Idrisin. Në atë kohë, Idrisi sapo kishte përfunduar 3 ditët e predikimit te populli i tij dhe kishte hyrë në periudhën e tij 4 ditore të adhurimit. Atëherë erdhi Azraeli gjatë kësaj kohe adhurimi, në maskim të një njeriu. Kur e pa Idrisin, ai i dha selam dhe tha: "O profeti i Allahut, do të më lejosh të jem shoqëruesi yt?" Por Idrisin nuk e kuptoi se ai ishte një engjëll. Ai mendonte se ishte një njeri i zakonshëm dhe u përgjigj: "Unë i kam darë këto 4 ditë për adhurim. A shmang njerëzit gjatë kësaj kohe dhe askush nuk e di ku shkoj. Pra, si më gjete?" Azraeli tha: "O profeti i Allahut, unë jam gjithashtu një rob i Allahut. Doja vetëm të shihja dhe të adhurojmë së bashku. Të lutem, më lejo të bashkohem." Më pas Idrisi tha: "Nuk do të jesh në gjendje të mbash ritmin me mua. Ha pak, pi pak, fli pak dhe kryej adhurim të rregullt gjithë ditën. Nuk do të jesh në gjendje të adurosh këtë." Azraeli u përgjigj: "Allahu më jep forcë. Inshallah, do të arrij." Pra Idrisi e pranoi atë dhe filluan udhëtimin e tyre së bashku. Për një ditë të tërë, ata ecën duke bërë dhikër, duke adhuruar, duke falenderuar dhe duke agjëruar. Në mbrëmje, ndërsa vazhdonin udhëtimin e tyre, ata pan një bari në rrugë. Azraili i tha Idrisit: "O profeti i Allahut, po udhtojmë, por nuk e dim se ku do të kalojmë natën. Ndoshta nuk do të gjejmë asnjë ushqim. Meqense ka një bari këtu, le të marrim pak qumësht. Kudoqoftë flem sonte, mund ta thyejmë agjërimin ton me të." Por Azraili e tha këtë për ta testuar Idrisin, sepse si ëngjëll, ai nuk kishte nevojë për ushqim ose pije. Kur Idrisi dëgjoi këtë, ai u zemërua dhe tha: "Mos thuaj kurrë më diçka të tillë."
Allahu është përgjegjës për furnizimin ton, kudo që jemi, ai dërgon furnizimin ton atje. Si mund të mos di Allahu se ku do të pushojmë? Azraili tha, Estakfirullah. Më pas, ata vazhduan udhëtimin e tyre. Natën, ata ndaluan për të pushuar. Idrisi ishte shumë i uritur. Ata bën dua dhe Allahu u dërgoi atyre një vakt nga qielli. Më pas Idrisi tha, eja bashkohu me mua dhe ha. Më pas Azraili tha, betohem në atë që të bëri profet, nuk ndjej asnjë dëshirë për të ngrënë. Idrisi u përgjigj, unë jam njeri, duhet të ha pak. Pra ai filloi të hante, por ai filloi të bëhej i dyshimt ndaj njeriut që ishte me të. Më herët ai kishte kërkuar qumësht për shkak të urisë, por tani ai refuzoi të hante. Pasi hëngrën, të dy filluan të falen. Ata vazhduan të faleshin pa ndaluar deri në fund të natës. Idrisi u lodh dhe u ngjij gjumi. Më pas ai shikoi njeriun pranë tij. Ai nuk kishte shenja lodhje, gjumi apo urie. Idrisi ende nuk e dinte se ai ishte Azraili dhe u habit. Por për Azrailin ky adhurim ishte i lehtë, sepse në qiej ka ëngjëj që filluan të falen para se bota të ishte madje krijuar, dhe ata ende nuk janë lëvizur nga pozicioni në këmbë. Idrisi e shikoi me habi dhe tha, mendova se askush në tokë nuk mund të adhuronte më fort se unë, por qartë ti je më i fortë. Nuk më than kur se ekziston dikush si ti. Ai u ndjei përullur nga adhurimi i tij. Erdhi dita tjetër. Ata vazhduan të ecnin. Afër fundit të ditës, ata pan një vresh të rushi. Azraili tha, o profeti Allahut, nuk e dim se ku do të qëndrojmë sonte. Ndoshta duhet të marrim disa vile rushi, në rast se nuk gjejmë ushqim më vonë. Idrisi u zemërua dhe tha, nuk të thash tashmë, Allahu garanton furnizimin, kudo që jemi, Allahu dërgon furnizimin ton atje. Azraili u përgjigj përsëri, Estakfirullah, dhe ata vazhduan pa marr asnjë rush. Erdhi nata dhe ata ulën për të pushuar përsëri. Ata bën dua dhe edhe një herë Allahu u dërgoi një tryezë ushqimi për ta. Idrisi filloi të hante dhe u kthye drejt njeriut pranë tij. Eja bashkohu me mua dhe ha. Azraili tha përsëri, o profeti Allahut, nuk ndjej fare dëshirë për të ngrënë. Idrisi u bë edhe më i dyshimt. Ai mendoi me vete, pra ai nuk i donte ato rush fare për vete. Pasi hëngrën, ata u falën përsëri dhe vazhduan të faleshin pa një pushim deri në fund të natës. Edhe një herë, Idrisi u lodh dhe ai shikoi njeriun pranë tij, ende pa shenja lodhje, gjumi apo urie. Idrisi ende nuk e dinte se ai ishte Azraili dhe u habit. Por për Azrailin ky adhurim ishte i lehtë, sepse në qiej ka ëngjëj që filluan të falen para se bota të ishte madje krijuar, dhe ata ende nuk janë lëvizur nga pozicioni në këmbë. Idrisi e shikoi me habi dhe tha, mendova se askush në tokë nuk mund të adhuronte më fort se unë, por qartë ti je më i fortë. Nuk më than kur se ekziston dikush si ti. Ai u ndjei përullur nga adhurimi i tij. Erdhi dita tjetër. Ata vazhduan të ecnin. Afër fundit të ditës, ata pan një vresh të rushi. Kemi ecur dhe adhuruar së bashku. Ti nuk më le kur anash. Gjatë gjithë kësaj kohe, a nuk ka vdekur asnjë krijesë? Azraeli u përgjigj, o profeti Allahut, betohem në atë që të dha profetësi. Natyrisht që shumë kanë vdekur, që nga momenti që më pe për herë të parë, unë kam qenë me ty, por sa herë që më urdhërohet të marr shpirtin e dikujt, nuk ka rëndësi se ku janë në univers, unë shkoj dhe e marr atë. Idrisi u habit dhe pyeti, si e bën këtë? Si është e mundur? Azraeli u përgjigj, e gjithë bota është përpara meje, ashtu si një tryezë përpara një personi. Ashtu si një person shtrin dorën për të marrë ushqim, unë shtrin dorën dhe marr një shpirt. Truku i Idrisit ndaj Azraelit. Idrisi tha, ka diçka që gjithmonë kam dëshiruar. A mund të më lësh të shijosh vdekjen? Azraeli pyeti, pse do të doje të ndihesh dhimbjen e vdekjes? Idrisi, që mbante një nivel shumë të lartë adhurimi, u përgjigj, nëse ndjoj dhimbjen e vdekjes edhe një herë, nuk do të fle më pasi të kthehem në jetë. Do të adhuroj Allahun pa ndalur. Azraeli tha, më lejo të pyes Zotin tim. Kur Allahu dha leje, Azraeli pa pritur e bëri Idrisin të shijonte vdekjen,
dhe më pas, me lejen e Allahut, ai e solli atë përsëri në jetë. Kur Idrisi hapi sytë përsëri, Azraeli e pyeti atë: "Si ishte dhimbja e vdekjes?" Idrisi tha: "Nuk është gjë si ajo që kam lexuar. Ishte e tmerrshme dhe e dhimbshme." Në disa transmetime, Idrisi tha: "Ndjehej si lëkura e një deleje që i hiqet ndërsa është ende gjallë. Kaq e dhimbshme është vdekja." Më pas Idrisi tha: "O ëngjëll i vdekjes, kam një kërkesë tjetër. A mund ta bësh për mua?" Azraeli u përgjigj: "Vazhdo." Idrisi kishte thënë: "Këtë herë të lutem më trego xhehenemin." Azraeli tha: "Më lejo të pyes Zotin tim, por pse do të shohësh xhehenemin?" Idrisi tha: "Nëse e shoh xhehenemin me sytë e mi, adhurimi im do të rritet edhe më shumë." Allahu i dha leje Azraelit. Azraeli e çoi Idrisin në xhehenem. Kur arritën në portat e tij, ëngjëjt që ruanin xhehenemin pyetën: "Kush jeni ju?" Azraeli tha: "Unë jam ëngjëlli i vdekjes." Ëngjëjt filluan të dridhen dhe pyetën: "A keni marrë një urdhër që na përket neve?" Azraeli tha: "Jo, nuk kam. Ky është profeti Idris. Ai dëshiron vetëm të shohë xhenetin. Morëm leje nga Allahu. Ju lutem hapeni portën." Ëngjëjt hapën portën dhe Idrisi shikoi brenda. Ai ndjei flladhen e freskët, nuhati aromën e bukur dhe pa lumenjt duke rrjedhur. Më pas ai tha: "Le të shkojmë brenda dhe të shijojmë një frut, të pim pak ujë. Kjo do ta bëj dëshirën time për xhenetin edhe më të fortë dhe do të më bëj të adhuroj edhe më shumë." Pra ai hyri. Ai shijoi frutat dhe piu ujin e xhenetit. Azraili më pas tha: "Në rregull, është koha për të ikur. Le të shkojmë prapa tani. Në ditën e gjykimit, Allahu do të sjellë në xhenet me profetët e tjerë. Kaq mjafton për tani." Por Idrisi u kap pas degës së një peme dhe tha: "Nuk po iki. Edhe nëse përpiqesh, do të luftoj me ty." Azraili u habit dhe tha: "O Zoti im, nuk kam autoritetin për këtë. Ai dëshiron të më rezistoj. Çfarë duhet të bëj?" Më pas Allahu tha: "Zgjidhni një gjyqtar midis jush dhe bëni një gjykim. Të dy duhet të sillni provat tuaja." Azraili e pyeti Idrisin: "Çfarë prove do të jepësh ti?" Idrisi tha: "Do të sjell prova nga ajetet e Kuranit." Ai vazhdoi: "Rregulli i Allahut është: çdo shpirt do të shijojë vdekjen. Unë tashmë e shijova vdekjen, dhe njerëzit e xhenetit do të thonë: ne nuk do të vdesim më në këtë botë. Ka vetëm një vdekje. Unë tashmë e pata atë. A ka ndonjë ajet që thotë se Allahu do ta bëjë një person të vdes 2 herë?" Azraili u përgjigj: "Jo, nuk ka." Më pas Idrisi tha: "Dhe Zoti yt thotë: nuk ka asnjë prej jush që nuk do të kalojë nga xhehenemi. Unë kalova nga ai gjithashtu, dhe Allahu gjithashtu tha: ata nuk do të nxirren kurrë nga xheneti. Unë hyra në xhenet tani. Pasi dikush hyn, ai nuk del më. Ky është rregulli i Allahut. Pra bazuar në këto prova, nuk po iki." Azraili tha: "O Zoti im, çfarë mund të them tani?" Allahu u përgjigj: "Robi im Idris të ka mundur. Për lavdin dhe madhështin time, unë e dija për vdekjen e tij në diturin time të përjetshme. E bëra vdekjen e tij të ndodh përmes ngjarjes me ty, dhe shkrova në destinin tim se ai do të hyjë në xhenet me ty. Tani është gjithashtu shkruar se ai nuk do ta lërë atë kurrë. O ëngjëll i vdekjes, lëre atë atje." Robi im Idris hyri në xhenet me urdhrin tim, dhe me urdhrin tim ai nuk do ta lërë kurrë. Pra Idrisi qëndroi në xhenet. Kur ëngjëjt e pan këtë, disa prej tyre pyetën: "O Zoti ynë, ne u krijuam nira vite para profetit Idris. Nuk të mundësuam kurrë, as për një çast syti. Megjithatë, ti e lejove atë të hyjë në xhenet para nesh. Cila është urtësia pas kësaj?" Allahu u përgjigj: "Unë ju krijova për adhurimin tim, për të më falenderuar dhe kujtuar. Vendosa dëdzimin tuaj në dhikër dhe ju bëra të fortë në adhurim. Nuk ju dhash dëshira si ushqimi,
shtëpijet ose lakmit. Por Idrisi është njeri. Unë e vendosa në botë dëshira, bukuri, mëkate dhe tundime. I dhash një shpirt dhe e lejova shajtanin ta tundoj atë. Por ai mondi si shpirtin e tij, ashtu edhe shajtanin. Ai la të gjitha kënaqësitë botërore për hir tim. Ai e vuri dashurinë time dhe kënaqësinë time mbi të gjithçka. Pra nëse dikush midis jush dëshiron të hyjë në xhenet herët, si Idrisi, le të zbres në botë të përballet me provat e shajtanit dhe në qiellin e dytë, por sipas shumicës së transmetimeve, takimi ndodhi në qiellin e katërt. Ajeti në Kur'an që thotë ne e ngritëm atë në një vend të lartë, është shpjeguar në mënyra të ndryshme nga studiuesit. Disa thonë se kjo do të thotë se Idrisi u mor në qiellin e katërt ose të gjashtë, kur shpirti i tij u mor. Të tjerë thonë se ajeti i referohet xhenetit. Disa studiues thonë se do të thotë se atij i u dha profetësia. Profeti Idris gjithashtu mbante me vete rrotullat që ju zbuluan Ademit dhe Shithit. Ai është i njohur se ka shpikur ose avancuar shumë shkenca dhe aftësi. Diturinë e simboleve, ilm al-ramal, astronomin, llogaritjet, mjekësinë, sekretet e bimëve, zanate të pazakonshme, shkrimin, qepjen dhe përdorimin e një peshoreje. Shkrimet e tij përfshinin njohuri për sekretet shpirtërore, si të komandon mbi qenjet shpirtërore, ruhanat dhe vetit e krijesave të ndryshme. Ai kishte shumë nxënës. Ai përmirësoi bujqësinë dhe filloi të bënte rroba nga lëkura dhe pëlhura. Transmeton nga Ibn Abasi se profeti Idris ishte rrobaqepës. Çdo herë që lëvizte gjilpërën e tij, do të thoshte Subhanallah, dhe në fund të ditës nuk kishte asnjë në tokë me vepra më të mira se të tijat. Për shkak të njohurisë të tij me yjet dhe llogaritjet, filozofët grek e quanin atë Hermes, i urtë. Rangu shpirtëror i profetit Idris, disa studiues thonë se profeti Idris është ende gjallë dhe në qiej. Vërtetësia e tij dhe afërsia me Allahun përshkruhen në suren Merjem, ajetin 56. Fjala Salihun, të drejtët, e përdorur në këto ajete për profetët, ka për qëllim të tregojë statusin e tyre të lartë dhe shkëlqimin. Sipas Ruhut, ashtu si Idrisi edhe Isai a.s. u ngritën në qiej për shkak të devotshmërisë së tyre intensive dhe luftës shpirtërore. Ata pothuajse ndaluan së ngrëni dhe piri. Ata u bën aq të pastër si ëngjëjt, saqë u morën lart në qiej. Durimi i tyre i madh, mirënjohja dhe disiplina, i pastruan shpirtrat e tyre dhe i bën ata të butë dhe të lehtë, ashtu si ëngjëjt. Kjo na mëson se edhe njerëzit e zakonshëm mund të arrijnë të lartë nivele shpirtërore përmes pastrimit të zemrave të tyre dhe luftimit të egos së tyre. Profetët që arritën në maj në rritjen shpirtërore ishin gjithashtu shembuj në jetën praktike. Ashtu si Ademi mësoi bujqësinë, Idrisi mësoi qepjen. Ai gjithashtu përmirësoi shkrimin gjatë kohës së tij dhe ai u bë më i avancuar. Këshillat e urta të profetit Idris. Ai shpesh këshillonte popullin e tij me fjalë të urta dhe të bukura. Disa nga këshillat e tij përfshin: sa më i urtë të bëhet një person, aq më i përulur duhet të jetë. Një person i zgjuar nuk shikon të fatat e të tjerëve ose nuk i turpëron ata. Nëse dikush bëhet i pasur, ai nuk duhet të bëhet arrogant ose të humbas karakterin e tij të mirë. Një person që nuk e pastron shpirtin e tij nuk ka urtësi të vërtetë. Dashuria për këtë vend dhe dashuria për jetën tjetër nuk mund të jenë në zemër në të njëjtën kohë. Kur bëni dua, qëllimi juaj duhet të jetë i sinqert. Falënderimi askujt nuk mund të përmbush plotësisht bekimet që Allahu jep. Faluni dhe agjëroni me një zemër të sinqert. Mos jeni kurrë xheloz me të tjerët për atë që kanë. Këto bekime janë vetëm të përkohshme. Kushdo që nuk është i lumtur me atë që Allahu i dha, nuk do të ndihet kurrë i pasur. Profeti Idris ishte një të dërguar fisnik që bë udhërrifjes në çdo erë përmes fjalëve të urta të tij, njohurisë dhe karakterit të mirë.
Ai na tregoi se puna e rëndë në këtë jetë dhe qenia e drejtë për jetën tjetër janë të dyja mënyra për të fituar kënaqësinë e Allahut. Jeta e tij plot me njohuri, adhurim dhe urtësi vazhdon t'i kujtojë njerëzimit fuqinë të vërtetës, besimit dhe vendosmërisë. Trashëgimia e Idrisit nuk është vetëm për të kaluarën, është një dritë shkëlqyese për sot dhe për të ardhmen. Kemi arritur në fund të videos. Ju lutem na mbështesni duke i vënë like videos, shkruani mendimin tuaj në komente dhe duke u abonuar në kanal. Kjo na ndihmon që puna jon të shfaqet më shumë në YouTube dhe na jep motivim për të vazhduar. Le ta mbyllim me hadithin. Kushdo që ndihmon dikënd të bëjë mirë, është sikur e ka bërë vetë. Qoftë Allahu i kënaqur me ju të gjithë.